A lejohet një burr t'i thot gruas nënës së fëmijëve ti s'ke shtëpi këtu, ta rrah e ta mallkoj vetëm se ajo kërkon të drejtat e saj. Ta rrah dhe ta mallkoj edhe t'i thot s'ki vend këtu, kur nuk lejohet me e bo një gjatë të tillë. A ka drejt ajo mi kërku drejtat e saj? Po. Por cilat janë të drejtat e saj? Të drejtat e saj janë ato të drejtat që Allahu ja ka garantu përmes Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, apo ulemat përmes ijmait dhe qiyasit, argumenteve apo krahasimeve që i nxjerrin nga Kur'ani dhe Suneti. Kjo është e drejtë e gruas. Çdo e drejtë tjetër, e cila hyn në kategorinë e çoroditjeve, të kohëve të ndryshme apo të kohës sonë, të inspiruar nga budallakit e budallenjeve, edhe kërkon gruaja, ajo nuk është e drejtë e saj, po është budallakia e saj. Jo çdo kush e manipulon, edhe kjo gruaja shet trunin e saj çdo lloj media edhe mendje ndriturin thojza, edhe me lypun po e du këtë drejt, i mundet mi thonë burri jo. Ama se si ta rre, ta maltretoj, ta mallkoj, ta qes prej shtëpis, kjo nuk është e lejuar. Çka me bë? Lypi drejtat e tua që t'i ka garantu Zoti, që t'i ka garantu feja. Nëse ai nuk t'i jep, ai është mëkatar. Ai është mëkatar. Edhe nuk i lejohet që në asnjë rast ta maltretojnë gruan pse ajo e lyp të drejtën e vet.